Gjatë 5 ditëve në pranverën e vitit 2009, në periferi të New Jersey-t SBA, FBI çmontoi një rrjet që ekspozonte atë që në ato kohë ishte kërcënimi kriminal me rritjen më të shpejtë në Evropë. Mafian shqiptare, i quajtur operacioni Shqiponja e Zezë, sipas simbolit kombëtar të Shqipërisë. Ky hetimi i përbashkët zgjati 4 vjet. Rasti kishte në shënjestër një organizatë kriminale lokale dhe zbuloi një sipërmarrje kriminale transnacionale me deg në 7 vende: Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Kanada, Holandë dhe Shtetet e Bashkuara. Operacioni kulmoi me padinë zyrtare dhe 26 individëve dhe arrestimin e koordinuar të 17 prej tyre në qytete të tilla si Paterson, Lodi, Clifton dhe Wayne, New Jersey, si dhe Brooklyn dhe Staten Island në New York. Objektivi kryesor ishte të gjendeshin ata që deri atëherë kishin udhëhequr rrjetin ballkanik: shqiptarët Kujtim Lika, i njohur ndryshe si Timi, dhe Myfit Dika, i njohur ndryshe si Mike, të cilët në biceps kishin tatuazhe me shqiponj. Sipas agentit special mbikëqyrës të FBI, Jim Farley, i cili drejtoi operacionin, vështirësia fillestare ishte deportimi në strukturën e mafjes shqiptare. Hetimi nxori në bazë zinxhirin e sofistikuar të furnizimit të grupit, i cili vepronte si një rrjet importi dhe shpërndarje në shkallë industriale. Banda nuk kufizoi vetëm në një aktivitet të vetëm droge ose të palikshëm. Lista e akuzave përfshinte trafik droge, trafik armësh, kontraband cigaresh dhe pastrim parash. Agentët e fshet sekuestruan mbi 30.000 pilula ekstazi, 2.5 kg heroin dhe metamfetamin kristalore, si dhe një pistolet 9 mm dhe 2 pushk sulmi. Ata gjithashtu negociuan importimin e kontrolluar të sasive të mëdha të kokainës, heroinës, marijuanës, oksikodonës, steroideve anabolike dhe mallrave të tjera të palikshme. Pavarësisht arrestimeve dhe sekuestrimeve masive, operacioni nuk ishte i plot. 4 nga 26 arrestuarit arritën të shmangeshin kapjes fillestare. Midis tyre ishin 2 udhëheqësit, Kujtim Lika dhe Mike Dika, të cilët u kapën vite më vonë në Toronto të Kanadas. Goditja e dhënë nga FBI në operacionin Shqiponja e Zezë në vitin 2009 nxori në pashkatësinë dhe shtrirjen globale të krimit organizuar në Ballkan. Hetimi i përqendruar në trafikimin e drogës dhe armëve dhe pastrimin e parave kapi edhe figura të nivelit më të ulët në zinxhir, siç është Përparim Billa, i njohur ndryshe si Rimi. Billa, 38 vjeç në ato kohë, ishte një nga 26 personat e akuzuar në këtë çështje. Megjithatë, përfshirja e tyre nuk ishte përqendruar në vëllimet e heroinës apo kokainës, por në një aspekt më pak spektakolar, por po aq fitimprurës për rrjetin, kontrabanda e cigareve. Përparim Billa u deklarua fajtor më 1 shtator 2009 për akuzën e kontrabandës së cigareve. Krimi kishte ndodhur më 7 tetor 2008. Marrëveshja e pranimit të fajësisë tregonte se Billa së bashku me një të bashkëpandehur ishin përfshirë në një sër transaksionesh kontrabande cigaresh midis gushtit 2008 dhe marsit 2009, duke kërkuar të përfitonin duke shmangur taksat shtetërore dhe lokale. Pasi vuajti dënimin e tij në Shtetet e Bashkuara, Përparim Billa, një shtetas shqiptar, tani ka lënë të dhëna rreth operacioneve në hemisferën jugore. Emri i tij, së bashku me numrin e identitetit dhe pasaportën ekuadoriane, u shfaqën në vitin 2025 në dokumentet gjyqësore që demonstrojnë zgjerimin e mafjes shqiptare në Ekuador. Seanca dëgjimore në ngritjen e akuzës do të bëhet të njëjtën më 18 dhjetor 2025 në orën 14. Prokuroria do të akuzojë penalisht Billën dhe gjithashtu Uros Kolakovicin, një serb që ka një identitet tjetër, Carlos Avila, me origjinë ekuadoriane. Profili publik i Përparim Billës tregon se ai u përfshin në aktivitete në Ekuador. Grupi ballkanik dyshohet se i pagoi $1.6 milion ekuipazhit të një anije të vetme për siguruar bashkëpunimin e tyre në trafikimin e 2.6 tonëve drog. Në qendër të çështjes është Sërdan, i lidhur me grupet armatosura që gjenerojnë dhunë në Guayas, i cili u kap në Guayaquil në nëntor 2024 dhe u dënua me 10 vjet burg për një rrjet pastrimi parash që përvetsoi më shumë se $11 milion nga trafiku i drogës. Më parë, ky huaj, shkruan Primicias, ishte dënuar me 17 vjet burg në vitin 2015, por u lirua në vitin 2018 me një vendim të diskutueshëm gjykate, pasi kishte vuajtur vetëm 4 vite.